Besimtarët katolik kanë hyrë në javën e madhe të Pashkëve. Këtë të diel në Lezhë u kremtua dita e Larit, ose dita e palmave që njofton ardhjen e të dielës së Pashkëve, atë të ringjalljes së Krishtit. Dhjetra besimtarë u bashkuan në ritualit fetar të bekimit të Larit në katedralen e Shën Kollit, ndërsa procesioni u drejtua nga përfaqësuesit e klerit katolik. Gjatë riteve liturgjike dhe meshës në të dielën e Larit që kremtohet kudo në botë, kisha fton besimtarët të imitojnë Jezusin. 3 çastet kulmore të kremtimit të dielës së Larit janë procesioni i palmave dhe i degëve të ullirit, bekimi i tyre para kremtimit të meshës, e më pas gjatë liturgjisë së fjalës, kujtimi i mundimeve të Zotit. Simbolika e të dielës së Larit për besimtarët katolik përkujton ditën që Jezu Krishti hyri në Jeruzalem dhe shënon fillimin e Pashkës që kulmon të shtunën në mesnatë me ringjalljen, e më pas festimet të dielën e 20 marsit.